Zonët e mëdha kërkojnë burra të mëdhenj. I këtill ishte personaliteti të cilin do ta prezantojmë para jush. Kushteve dhe rrethanave nëpër të cilat kaloi nuk ishin shumë premtuese për formimin e tij, por ai i theu ligjet e tyre dhe për të çdo sfide tregoi sukses. U sprovua gjatë jetës për qëndrimet që kishte, por nuk u dorëzua, ndërsa ai pas të kalimit të atyre sprovave u përjetësua si burr me vlera e merita të jashtëzakonshme. Është ky Hafez Ali Podgorica, njeriu i zhvillimeve të rëndësishme fetare e kombëtare. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Në historinë shqiptare, liderët fetar musliman kanë lënë gjurmë edhe në fusha tjera posa saj fetare. Heri gjejmë si referenca për shkenca tjera, si që ishte Hoxh Hasan Tahsini, e herë në balë të veprimtarisë adhëtare. Ky binom i angazhimit të tyre flet për efektin edukativ të mësimeve fetare, të cilat kërkojnë nivelet më të larta të përgjegjësisë në përmbushjen e detyrimeve, veçmas atyre që kanë peshë historike. Fisnikët tanë që do t'i prezentojmë në këtë seri janë dëshmi konkrete e këtij edukimi. Secili prej tyre ka diçka të veçantë që i ka rezervuar një vend të rëndësishëm në histori. Hafez Ali Podgorica, që sot kemi nderin t'ua prezantojmë, është një personalitet i rrallë, kontributi i cilit është vërtet për admirim. Pati fatin t'jetonte në kohë të vështira, por ndryshe nga të tjerë që zgjodhen rrugë tjera, ai zgjodhi rrugën e shërbimit ndaj vendit. Për qëndrimet që kishte, pagoi shumë shtrenjtë, por dhimbjet, mundimet, varfria u tretën, e qëndrimet e tij prej burri mbetën. Jeta e Hafez Ali Podgoricës, siç do të shohim, është frymëzim, qysh nga fëmijëria. Hafez Ali Podgorica lindi në vitin 1855 në Podgoricë, në një familje patriotësh shqiptar. Sigurisht se ky ambient dhe kjo klim do të ndikonin shumë në formimin e tij, ani pse nuk pati fatin që t'jetonte gjatë me prindrit. E lan jetim që të dy, qysh në moshën 6 vjeçare. Baba i quhej Abdullah, ndërsa e ëma Pashe. Por për kujdesja për të nuk mungoi. Xhaxhallarët që jetonin në Shkodër e morën me vete. Edhe pse ishte jetim dhe kishte kaluar në një qytet të huaj për të, ai mori edukimin e mirëfillt. E kreu shkollën fillore dhe gjimnazin Osman. Ai këtu mësoi Kur'anin përmendsh, duke marrë titullin Hafez. Më vonë shkoi në Istanbul për të vazhduar studimet, ku një me personalitete të njohura shqiptare. Ishte shok i Ismail Qemailit, Jani Vretos, Koto Hoxhit e shumë të tjerëve. Bashkë me ta, u pajis me ndjenjat dhe idetë kombëtare për lirinë e Shqipërisë dhe për hapjen e mësimit të gjuhës shqipe. Funksionet që ka ushtruar Hafezi ynë janë funksione fetare dhe politike, që gjitha janë funksione të larta dhe me përgjithësi. Hafezi ynë ka qenë kadi e mufti i Durrësit, ka qenë kryetar i pari bashkisë Durrës në vitet 1909-1912, ka marrë pjesë në ngritjen e flamurit, pra ka bërë punë të jetë të mëdha. Dhe nëse i trajtojmë këto funksione dhe detyra që ka kryer nga pesha dhe rëndësia që kanë pasur, edhe fetare, edhe kombëtare, themi se kanë qenë vërtet poste të rëndësishme. Ti jesh mufti nënkupton që për një çështje të caktuar të flasësh në emër të Zotit. Ai që nuk ka dijen e madhe, nuk guxon ta bëjë këtë. Kjo pra flet për diapazonin e gjerë të dijes së tij.
E them këtë ndërsa krahas kësaj parasysh kam edhe kohën kur fetvat dhe përgjigjet fetare duhet të maten shumë më shumë se në rrethana normale. Po kështu, edhe funksioni administrativ i kryetarit të bashkisë është shumë me përgjegjësi. Këtë përgjegjësi e rrit edhe fakti se Hafez Aliu ishte i pari në këtë detyrë. Prandaj i kishte edhe meritat, por edhe përgjegjësinë e themelimit administrativ të qytetit. Të kthehemi dhe të flasim më hollësisht për angazhimin e tij. Hafez Aliu, në fakt, pas studimeve, ishte kthyer fillimisht në Shkodër, ku kishte punuar si avokat e ndihmës gjyqtar. Kishte bashkëpunuar me patriotët dhe intelektualet shkodran. Më pas, ishte transferuar në Durrës, ku kishte punuar si kadi ose gjykatës dhe ku ishte zgjedhur edhe mufti. Ndoshta kjo përvojë e re e ka kalitur për funksionet që do t'i ushtronte në të ardhmen. Veçmas atë të kryetarit të bashkisë që kërkon përveç tjerash edhe përgatitje juridike. Në Durrës, Hafez Aliu u bashkua me patriotët Nikol Kaçorrin, Abaz Qelkupën, Sejt Kërtushën, Nekili Bohovën e shumë të tjerë. Kjo do të radhiste në radhët e veprimtarëve adhëtarë dhe kështu do të bëhej gati që të barte edhe këtë përgjegjësi në nivelet më të larta të mundshme. Me formimin e klubeve Vllazëria e Bashkimi, Hafez Aliu bëhet antar i tyre. Është fjala për vitet 1905-1909. Ai ka dhënë kontributin e tij për çështje me rëndësi kombëtare dhe për hapjen e mësimit të gjuhës shqipe në kushtet e asaj kohe. Hafez Aliu është dërguar gjithashtu si përfaqësues i Durrësit në Kongresin e Dibrës në korrik të vitit 1909. Këtu Hafez Aliu e Dervish Hima fituan miratimin e të gjithë delegatëve për përkushtimin në çështjet kombëtare në planin arsimor, kulturor e politik. Në vitin 1909, në zgjedhjet bashkiake, klubi paraqiti kandidaturën e Hafez Aliut. Ai ishte brumosur me idealet e rinjtësve tanë dhe kishte edhe rrëfyes mësimet e Sami Frashit, ku kishte mësuar konceptet e qeverisjes së vendit. Ai ishte personi më i kompletuar për të përballuar detyrat e rënda të kryetarit të bashkisë. Kështu, u zgjodh kryetari i parë i bashkisë së Durrësit në legjislaturën 1909-1912. Duke qenë gjithmonë konsekuent në lëvizjen patriotike, hidhte bazat e administratës shqiptare edhe në fushën e drejtësisë. Pas dështimit për ngritjen e flamurit në Durrës, më 24 nëntor 1912, si kryetar bashkie nënshkroi aktin e përfaqësimit për delegatët e Durrësit që do të shkonin në kuvendin e Vlorës. Akti i rëndësishëm i qytetarisë durrësake, pas largimit të Ismail Qemalit për në Vlorë, ishte ai Hafez Ali Podgoricës, kryetarit të parë të bashkisë dhe personalitet të shuar, i cili me 26 nëntor 1912 ngrit me dorën e tij flamurin kombëtar në pallatin qeveritar të Durrësit. Menjëherë pas këtij akti madhor, patriotët durrësak në drejtimin e Hafez Aliut me 27 nëntor 1912 firmosën telegramin numër 3300 dërguar të gjithë qyteteve me rëndësi të Shqipërisë për shpalljen e pavarësisë në Durrës. Njëkohësisht ju dërguan memorandume konsujve të Austrisë,
Francës dhe përfaqësuesit italian në Durrës. Në dokumentet historike që ndodhen në arkivin e shtetit, Fondi i Pavarësisë, shkruan kësaj: Hafiz Ali Podgorica, 1855-1929, me 26 nëntor 1912, me cilësi si kryetar bashkie, pati nderin në posaçëm me ngrit me dorën e vet flamurin Shqipërisë në pallatin qeveritar të Durrësit. Administratës që kryesoi Hafiz Ali Podgorica më 1909-1912, për meritat e saj përbën faqe historie në jetën e qytetit të Durrësit. Është e kohës së tij dhe vula e parë e Bashkisë së Durrësit. Kjo detyrë lidhej padyshim me momentin historik që kalonte qeveria e përkohshme e Vlorës. Për veprimtarinë patriotike atdhetare, Hafiz Aliu gjithë jetën e tij i kushtoi veprimtarisë për të mirën e vendit në organizimin e administratës shtetërore, si dhe në planin arsimor, kulturor e politik. Për figurën intelektuale të tij janë zhvilluar disa mbledhje ku janë dhënë disa kumtesa për veprimtarinë e tij. Për mundin dhe kontributin, Hafiz Ali Podgorica është nderuar. Në vitin 1992, Hafiz Ali Podgoricës i jepet nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha, titulli urdhri i klasit të parë për veprimtari patriotike me motivacionin si figurë intelektuale, i dalluar në organizimin e luftës për çlirim kombëtar, për ngritjen e flamurit në Durrës dhe për organizimin e administratës shtetërore. Më 16 tetor 1996, Këshilli Bashkiak i qytetit të Durrësit i jep Hafiz Ali Podgoricës titullin pas vdekjes qytetar nderi i qytetit të Durrësit me motivacionin intelektual dhe patriot i shquar. Si delegat i Durrësit në Kongresin e Dibrës ka luftuar me sukses synimet gjënturke. Bashkëpunëtor Ismail Qemalit, me porositet të cilit ngriti flamurin kombëtar në Durrës më 26 nëntor 1912. Kryetar i parë në Bashkinë e Durrësit në vitet 1909-1912. Në vitin 2003, përkatësisht me 16 dhe 17 gusht, nga Bashkia e Durrësit e shoqata Durrësi është nderuar me titullin simbol i qytetit, kryetarit të parë të Bashkisë së Durrësit, intelektualit të shquar që organizoi administratën shtetërore, patriotit të flakt që më 26 nëntor 1912 ngriti flamurin e pavarësisë në Durrës. Më 26 nëntor 2005, nga Bashkia e Durrësit dhe shoqata Durrësi, Hafiz Aliut i akordohet titulli Mirënjohje qytetit të Durrësit me motivacionin për kontributin që ka dhënë për pavarësinë e shtetit shqiptar dhe për ngritjen e flamurit kombëtar shqiptar në qytetin e Durrësit më 26 nëntor 1912. Ndërsa në vitin 2008, përkatësisht më 26 nëntor të këtij viti, u bë inaugurimi i përmendores së kryebashkiakut të parë të Durrësit, pra Hafiz Ali Podgoricës. Angazhimi dhe kontributi i tij nuk shiheshin mirë nga ata që kishin qëllime të ulta ose interesa të ngushta personale. Ide dhe qasja e Hafizit do t'i pengonte shumë. Prandaj në vitin 1926 do të dëbohej në Kavaj. 3 vite më vonë, duke lënë familjen në gjendje të rëndë financiare, Hafiz Aliu do të vdeste. Hafiz Aliu vdiq duke mos lënë pas vete pasuri, por reputacion dhe kontribut të cilit shqiptarët do t'i detyrohen përjetësisht.
Ai dëshmoi se si hoxh mund të kryente edhe shërbime tjera, madje me përgjegjësi edhe më të madhe. Presionet nuk e ndalën dhe kërcënimet nuk e friksuan. As internimi nuk e friksoi. Kështu është puna kur njeriu ka vlera dhe beson në to. Si jetim që ishte, i bashkohet plejadës së jetimve, të kryesuar nga profeti i dashur, Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, që kanë korrur suksese. Hafiz Aliu, me angazhimin e tij për ngritjen e flamurit, ka dëshmuar vizionin dhe larpëmsinë prej një lideri të mirëfillt, i cili nuk është i shkujdesur në kohët kur vendoset për të ardhmen e vendit. Hafizi punoi për Zotin, prandaj emri i tij nuk u harrua kurrë. Kështu është kush punon për Zotin, emri i tij nuk harrohet. Puna e tij nuk u tret dhe as nuk humbi, nga se Allahu ka premtuar se nuk do ta humb angazhimin e vepërmirëve. Në takimin e radhës, me lejen e Zotit në fokus, do ta kemi një personalitet tjetër madhështor, historia e cilit do të na frymëzojë. Deri atëherë, qofshim në mbrojtjen e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.